çfarë raporti ka pasur Kadri Zeka me Ibrahim Kelmendin? Unë se kam njohur domethënë në kohën kur kemi vepruar dhe kam takuar edhe bashkë me Kadri Zekën, Ibrahim Kelmendin, kanë pasur raporte të mira. Domethënë atë organizata jonë është domethënë Fronti Kuq Popullor, siç është quajtur organizata e Ibrahim Kelmendit, është bashkuar me organizatën tonë. Sepse edhe Ibrahimi ka pas një besim të madh te Kadriu kur e ka takuar një kuadër të përgatitur. Ju vazhdoni të keni kontakte me Ibrahim Kelmendin? Jo, s'kam kontakt, sepse nuk kemi një veprimtari që të kemi kontakte, po nuk kam edhe diçka negative për të them. Raporti në atë periudhë kohore si ka qenë me Ibrahim Kelmendin? Si po mendoni? Çfarë raport, domethënë, a ka pasur raport të relaksuar, a ka pasur raport të tensionuar për shkak të asaj telefonate? Domethënë, për shkak që nuk i tha drejt për drejt. Në asnjë mënyrë, sepse unë e mora shumë normale që ai s'donte të ma komunikante mu atë ndodhi. Domethënë s'donte të ma komunikante, nuk ka pas absolutisht as pak raport ftohje, sepse ishte diçka që nuk ma tha diçka që s'kishte ndodhur. Po e kuptoj. A keni pasur njohuri për veprimtarinë e Abdullah Prapashticës? Po kam dëgjuar dhe kanë nxjerr gazetën Punëtorët, ka qenë si thua Partia Marksiste Leniniste e Kosovës dhe kanë nxjerr gazetën Punëtorët, kanë nxjerr gazetën Kosovarja si gazetë organi gruas të organizatës tyre, po ma shumë kontakt personal s'kam pas me Abdullah Prapashticën, me të dëgjuar, në artikuj që kam lexuar, po kështu personalisht s'kam pas kontakt me te.